Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot lidhur me deklaratën e presidencës së Kosovës Vjosa Osmani, i cili bëri thirrje Europës të parandalojë taktika destabilizuese të Serbisë, theksoi se askush nuk po dëgjon më atë. Vučić paralajmëroi se Prishtina do të vazhdojë me persekutimin e popullit serb dhe provokimet me qëllim që të përfitojë nga situata aktuale në nivelin global dhe të tërheqë shumicën e vendeve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian në anën e tyre dhe kundër Serbisë. Nuk do t'u jap atyre këtë mundësi, tha presidenti i Serbisë. Drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković në forumin e mbajtur në Prokuplje u bëri thirrje të gjithë serbëve që kanë dokumentet e vlefshme të nevojshme për votim që të shkojnë në zgjedhjet lokale në Kosovë dhe të votojnë për listën serbe, e cila sipas tij është përfaqësuesja e vetme legjitime e popullit serb. Ai theksoi se këto zgjedhje lokale janë me rëndësi vendimtare për mbijetesën e popullit serb në Kosovë dhe se është e nevojshme të rifitohen pushtetin e 4 komuna në veri dhe të konfirmohet fitoria në 6 komunat e mbetura me shumicë serbe. Si pjesë e fushatës parazgjedhore, lista serbe mbajti një konvent në shtëpinë e kulturës në Lesha, ku tha se uniteti është arma më e madhe e popullit serb dhe përçarja, mosmarrëveshja janë plaga më e madhe. Nënkryetari i listës serbe Igor Simić i tha turme se duhet të presin 12 tetorin dhe se atëherë komunet e tyre duhet të kthehen qytetarëve. Kandidati për kryetar të Leposavićit Zoran Todić, duke e drejtuar të pranishme, theksoi se ai qëndroi në të njëjtin vend në vitin 2017, se nuk ishte lehtë atëherë dhe se nuk do të jetë lehtë as më pas 12 tetorit të këtij viti. Generali turk Oskan Ulu tash mori komandën e KFOR-it në një ceremoni në kampin Film City në Prishtinë. Komandanti në largim Enrico Barduani kujtoi se KFOR-i është një mision unik ushtarak dhe tha se nga këndvështrimi i thjesht ushtarak, angazhimi i tij të mëparshëm në të gjithë botën ishin më të lehta. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani theksoi se KFOR-i ende qëndron si një simbol i angazhimit të përhershëm të NATO-s ndaj Kosovës. Generali Ulu tash ishte tashme në krye të KFOR-it nga tetori i vitit 2023 deri në tetor të vitit 2024 dhe kjo është hera parë që i njëjti komandant kthehet për të kryesuar atë mision. Redaktori i rubrikës së politikës të jashtme të programit të parë të Radio Beogradit Nikola Denčić për Kosova Online tha se ishte njoftuar në samitin e Komunitetit Politik Evropian në Kopenhagen. Tema kryesore ishte Ukraina dhe forcimi i sigurisë europiane. Edhe pse 6 vendet e Ballkanit Perëndimor mund të kenë dashur të imponojnë disa tema të tjera, ato nuk mund të diskutoheshin mëgjërësisht as brenda seancës plenare as në panele. Ai theksoi se është sigurisht mirë të përdoret kjo platformë si për takime dy pasha, ashtu edhe për diskutime në forma më të gjera. Kryetaria Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të vizitojë rajonin e Ballkanit Perëndimor në mesin e tetorit, raporton RTK. Sipas burimeve jo zyrtare nga Komisioni Evropian, vizita do të fillojë me 13 tetor dhe ajo duhet të takohet me udhëheqësit e Serbisë, Kosovës, Bosnjës dhe Hercegovinës, Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Malit të Zi. Qëndrimi i saj në Prishtinë është planifikuar për 15 tetor, ku ajo do të takohet me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrin në mandatin teknik Albin Kurti. Drejtori i përgjithshëm i Telekom Serbia Vladimir Lučić tha pas takimeve që pati në Washington se administrata amerikane ka një mirëkuptim të madh për problemet që kompania ka në Kosovë në lidhje me marrjen e licencës së tretë. Lučić gjithashtu tha se kryesisht fal punonësit e kompanisë në Kosovë, fushata negative e autoriteteve të Prishtinës nuk ndikon në cilësinë e shërbimeve.
Për shkak të rreshjeve të dendura të shiut dhe borës së lagshtë, të cilat shkaktuan dëmtime në rrjetin elektrik, disa vendbanime dhe fshatra në zonën e komunave Zubin Potok, Zveçan dhe Leposaviç mbeten pa energji elektrike dhe të gjitha ekipet e disponueshme të elektroserverit janë në teren me qëllim që të eliminojnë defektet sa më shpejt e jetë e mundur. Nesër në mëngjes me vranësira me shi në male me borë, pasdite me ktjellë dhe gjatë natës do të vinë vranësira të reja me të mëdha. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 1 deri në 8, kurse ajo maksimale e ditës nga 8 deri në 16. Në fillim të javës së ardhshme do të jetë pjesërisht me vranësira dhe i freskët, ndonjëherë me shi. Nga e mërkura do të jetë pa rreshje dhe më i ngrohtë me temperatura mbi 20 gradë Celsius.